Kino Hyrie Hana vazhdon të qëndrojë në hap me trendet ndërkombëtare të kinematografisë, duke sjellë vazhdimisht premierat më të reja për publikun vendas. Menaxherja marketingut në këtë kinema, Donjeta Bobi, ka bërë të ditur se edhe gjatë ditës së sotme, vizitorët do të kenë mundësi të ndjekin 2 nga premierat e filmave që aktualisht po shfaqen në ekranet e kinemave botërore. Kino Hyrie Hana, si çdo javë tjetër, edhe këtë javë kemi 3 premiera të reja. Sonte me 2 tetor e ejte do të shfaqen 2 premiera. Në ora 18 do të shfaqet filmi Avatar The Way of Water, dyshi në 3D, do me thonë me syza 3D do të përjetohet. Ky është rikthimi i dyshit që në dhjetor e kemi Avatarin e ri, do me thonë Avatar 3-shin. Kurse në ora 21 e kemi premierën tjetër, The Smashing Machine, një film aksion dram biografik që tregon historinë e një boksieri. Ky do të shfaqet në ora 21. Përveç filmave të zhanreve të ndryshme, Bobi bëri të ditur që nesër në këtë kinema do të shfaqet edhe filmi për fëmijë School of Magical Animals 3, i cili pritet të tërheqë vëmendjen e të vegjëlve dhe familjeve. Kurse nesër më 3 tetor kemi premierën tjetër, premierën për fëmijë, School of Magical Animals 3-shin. Edhe ky është një film shumë i mirë që është shumë edukativ për fëmijë dhe ju ftoj të gjithë fëmijëve dhe të rriturit të marrni pa filmat që po shfaqen në Kino Hyrie Hana. Me këto premiera, Kino Hyrie Hana synon të ofrojë pafund argëtim për të gjitha grupmoshat, duke bërë kinema një nga destinacionet kryesore kulturore në qytet, tha ndër të tjera Bobi.